Çfarë ju shtyu drejt fizioterapisë dhe cili është ai mision që ju udhëheq çdo ditë në punën tuaj? Drejt fizioterapisë më shtyu aksidenti që ndodhi vllait, që ai ngeli paraplegjik dhe dëshira ime për ta ndihmuar dhe për të qenë pjesë në jetën e atij për ta përmirësuar cilësinë e jetës. Dhe misioni im është të dedikohem pacientëve kur ata të besojnë shëndetin, të jesh empatik, të jesh prezent në atë sëmundje që ata kanë, duke bërë këto në mënyrë ti problemin e tyre bën pjesë tëndin dhe jep një zgjidhje sa më të dur dhe sa më të shëndetshme për të. Si ka ndryshuar roli fizioterapistëve në Shqipëri vitet e fundit? Apo ndërgjegjësojnë shqiptarët se fizioterapia nuk është më luks apo burim komoditeti, por është një domosdoshmëri? Cilësia e fizioterapis është përmirësuar shumë vitet e fundit, nuk ka asnjë diferencë midis Shqipërisë dhe vendet europiane, madje mund të them që në Shqipëri është rritur shumë cilësia sa praktikohet shumë trajtimi manual. E trajtimi manual është ai që në shumë klinika jashtë nuk e gjen, dhe është ai që është më specifik, duhet një trajnim afatgjatë që të arrish të japësh një trajtim të tillë dhe investohet shumë në këtë fushë, si në teknologji, po dhe në formimin e stafeve. Cilat janë problematikat më të shpeshta që hasni në përditshmërinë tuaj në klinikë? Po, problemet më të mëdha të pacientëve janë ato të qafës dhe të mesit. Sidomos 8 në 10 pacientë që kemi ne, 8 në 10 kanë probleme me qafën, kanë dhimbje koke, humbje ekuilibri, marrje mendsh, probleme me shkikimin, bezdisje që të çojnë një invaliditet të jetës së përditshme. Dhe janë ato që janë të mesit që mund të kemi hernia diskale, probleme në nervin sciatik, këto janë më të hershme, domethënë problemet e kolonës. Kur një pacient i ri vjen tek ju, si e ndërtoni një plan trajtimi që i përshtatet posaçërisht trupit dhe problemit të tij? Kur vjen një pacient, ai gjithmonë duhet të jepet vëmendje e dur, sepse ana psikologjike është 50% e sëmundjes siç e kemi thënë. Dhe mbien të dhënat. Duke mbitur të dhënat, neve bëjmë një diferencim se çfarë problemi ka të kolonës, ka problem muskular, ka problem artikular, ka problem me tendinat. Dhe duke bërë një anamnezë saktë, duke mbitur të dhënat, ne arrim të japim të impostojmë një trajtim, sepse trajtimet nuk janë më standarde dhe çdo pacienti ka trajtimin e tij. Por secili ka një trajtim të personalizuar dhe seancë mbas seance merret feedbacku nga pacienti për të kuptuar si është ecuria e trajtimit, a është përmirësuar, sepse në bazë të saj neve arrim dhe ta menaxhojmë dhe ndryshojmë planin e trajtimit. Sa pesh ka gjendja psikologjike dhe motivimi i pacientit në suksesin e riaftësimit fizik? Ana psikologjike është më e rëndësishme. Domethënë, siç e thash edhe më parë, 50% e sëmundjes është ana psikologjike. Nëse një pacient vjen dhe ti e dëgjon dhe fiton besimin, aty ke fituar dhe pjesën e sëmundjes. Mënyra si imponohesh, si e dëgjon, mënyra si e ndjek gjatë trajtimit, ajo ka të bëjë shumë dhe është pjesa më vendimtare. Për të teorisë kjo punë ka shumë emocione. A mund të na tregoni një rast fidues kur rezultati i terapisë i kaloi dhe parashikimin tuaj? Po, tani unë kam shumë vite në këtë fushë dhe po bën gati 20 vjet që e ushtroj dhe janë të pafundme dhe siç e kam thënë, rastet që më kanë goditur më shumë është ku 2 pacientë mit janë bërë kolegë të mi. Domethënë ata kanë ardhur tek mua, kanë patur probleme që njëri nga ata është dhe këtu dhe punon me mua, bëri një operacion të gjurit. Dhe kur ndoqëm planin e trajtimit, ai nuk po reagonte mirë gjuri dhe me atë njohuritë mia ai duhet të rioperoj, e çuan përsëri në rioperim, bëm riabilitimin, ai la futbollin për shkak të këtij dëmtimi që pati, tani bën një jetë normale, po për shkak të këtij dëmtimi dhe u dedikua kësaj fushë dhe tani ai është kolegu im dhe është fizioterapist dhe punon këtu me mua. Dhe ai la futbollin dhe kaloi te fizioterapia dhe unë isha inspirim për të dhe kjo më prek. Sot jetojmë në epokën e zyrave dhe smartphone-ëve, cila është ajo sëmundje e re që po shihni masivisht të rinjt për shkak të këtij stili të jetesës? Po këto problematika janë disa, nuk është vetëm një. Është për shembull si shikojmë gjithë atë gungën të qafa që na formohet nga qëndrimi i ulur dhe dhimbjet e mesit, dhimbjet e kokës,
deformimet e shtrullës kurizore që mund të jenë të lehta me skolioza që janë të fituara, jo ato që janë të lindura, mos lëvizja, sepse ai qëndrimi i ulur neve na bën na plak para kohe. Edhe mund të shikojmë për shembull problematika që kishim te moshat 40, 50, tani shikojmë te moshat 20, nuk ka një kufizim të moshave ku paraqiten këto probleme që mund të jenë dhimbje koke, të qafës, të shpinës. Edhe pikërisht kjo jetë sedentare, ky telefon me orë të gjata, kjo jetë që ka një dinamik shumë të shpejtë dhe nuk na jep kohë që të dedikojmë vetes, ka çuar që të shtojnë shumë problematikat e shtrullës kurizore, po dhe anës psikologjike, sepse janë lidhura bashkë. Kohët e fundit në TikTok dhe Instagram po qarkullojnë masivisht video ku njerëzit kërcasin qafën apo shpinën me metoda popullore ose të pacertifikuara. Sa e rrezikshme është kjo dhe çfarë dëmësh mund të shkaktojnë në të vërtetë? Tani kjo është shumë e rrezikshme dhe ato dëmet që mund të shkaktoj janë çarjet e enëve të gjakut, sepse neve kemi dy arterje kryesore që na vënë në pjesën e kokës dhe duke bërë këto lloj manovrash është bërë me studime dhe është parë që ka një përqindje të vogël që ndodhin këto dëmtime të enëve të gjakut. Dhe duke ndodhur këto dëmtime mund të bëjnë dëme të pariparueshme dhe pacienti mund ngelet i paralizuar, varet nga lloji i dëmtimit dhe sa është çarja e gjakut. Por tani kjo është një teknikë që po aplikohet në masë dhe nga njerëz që janë të pacertifikuar dhe të paformuar, sepse nuk mund ta marrin këtë teknikë ta hedhin poshtë, sepse kjo ka qenë në vitet 1800 dhe ka filluar në Kanada. Por gjithmonë duhet nga njerëz specializuar dhe para se të bëjmë këto lloj teknikash, duhen teste specifike për të parë a është ky pacient adapt për ta bërë këtë lloj teknike, duan grafi, jo thjesht neve e kapim bërja të krakun dhe u zgjidh problemi, sepse të gjithë njerëzit ose pacientët mendojnë kështu. Ajo është një gjë monumentale. Dhe shumë pacientë bindën vetë dhe mendojnë se e bëjnë aq shpesh se ajo jep problem dhe bëhet një pjesë një dhimbje kronike. Prandaj duhet gjithmonë të bëhen nga njerëz të specializuar dhe jo të bëhen çdo ditë, se mund të bëhet një seancë në 10 ditë. Cili është miti më i madh ose keqkuptimi më i shpesh që njerëzit kanë ende për fizioterapinë? Miti më i madh është akoma që mendojnë se është masazh, dhe kjo është një degë mjekësisë dhe është futur në çdo lloj reparti të mjekësisë, ke fizioterapinë specifike. Ajo që duhet që është dhe që abuzohet për shembull në Shqipëri është që bëjnë seanca pafund. Nuk ka nevojë të bësh 3 muaj, 4 muaj fizioterapi. Kur vjen me një problem dhe nëse fizioterapia është cilësore, që seancat e para fillon ndryshimi. Do me thënë, një cikël mund të zgjas 6 seanca, 10 seanca, 12, po jo më shumë. Nëse nuk shikon përmirësim, atëherë mendoj që duhet ndruar një fizioterapist, nuk ka diçka që s'po shkon, që mos të abuzohet. Se abuzohet në mazë, pacienti lodhet psikologjikisht, ekonomikisht, fizikisht dhe ajo kalon në kronicitet. Dhe për ta mbyllur, cili është mesazhi juaj për të gjithë ato që shtyn vizitën te specialisti duke menduar se dhimbja kalon vetë? Gjithmonë është më mirë të bëjmë prevencion se të kurojmë. Domethënë, është diçka që neve më mirë ta kapim momentin në dur se sa të arrijmë një pikë që të kalojë në fazë kroniciteti dhe të bëhet pjesë e përditshme, duke të prishur cilësinë e jetës dhe duke të çuar në invaliditet. Duke kapur kohën e dur, seancat janë më të pakta dhe menaxhimi i kësaj problematike nuk mbartet që të kalojë në fazën kronike. Kështu që drejtoni gjithmonë te fizioterapisti kur keni probleme sado të vogla të jenë. Falenderoj. Faleminderit juve.